Partinë Demokratike. Zoti Piroli, nuk është se opozita sot s'ka dobësi, por në kushtet e një narkodiktature, ju duhet realizoni se jo në çdo kohë ka disponibilitet për reagimin. I gjithë problemi është ky. Sot, për fatin më të keq, vrasja masive e shpresës nga narkodiktatura, shtypja e pluralizmit dhe kontrolli i pothuajse totali mediave dhe censura kanë bërë që njerëzit të kenë një apati. Për sa i përket Partisë Demokratike, Partia Demokratike, e thash dhe njerë, me vonesë për shkak të raportit ndërkombëtar për zgjedhjet, i cili duhet të dilte patjetër, sepse po bëheshin përpjekje të jashtëzakonshme për të ndryshuar raportin fillestar. Dhe në rast se Partia Demokratike angazhohej në debatin e brendshëm, gjithçka i shkonte për interes Edi Rams. Shiko, zoti Piroli, ndisni lajmet të cilat janë një fuqi e jashtëzakonshme. Çfarë ndodh? Një debat i vogël ndodh diku midis opozicës ose një mendim ndryshe. Është gjëja më normale. Se si studio televizive e shtrojnë në çështje kryesore, vetëm për të maskuar dhe fshehur para qytetarëve aferat e mëdha me kosto dhjetra e qindra milion eurosh të taksave të tyre. Kështu që nëse ky qendrim u mbajt, u veprua drejt, sepse qeveria po bënte gjithçka për të ndryshuar raportin, për të diktuar ndryshimin e raportit të vëzhguesve ndërkombëtar. Dështojnë në këtë përpjekje, dështojnë plotësisht. Atëherë ne do bëjmë analizën tonë. Dhe ju, zoti Piroli, dhe çdo antar dhe mbështetës i kësaj partie është i ftuar të kontribojë pikërisht. Ju thoni se duhen të ri. Unë jam 100% dakord me ty. Vetëm se këta të ri nuk zbresin nga qielli. Këta të ri duhet t'i afrojmë ne, duhet t'i afroj unë, duhet t'i afroni ju, duhet t'i afrojnë mbar demokratët. Na edhe në qoftë se hymë në këtë proces, le të hymë në këtë proces me vendimin që secili nga ne do kontribojë në afrimin e vlerave më të arrira drejt Partisë Demokratike. Ky do ishte, mendoj unë, kjo do ishte suksesi më i madh i analizës tonë.